Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur që skema e Maltës për të dhënë pasaportat e arta shkel ligjin e Bashkimit Evropian në një vendim historik që synon ta detyrojë ishullin të heqdor nga komercializimi i shtetësisë së Unionit. Një shtet antar nuk mund të japë shtetësinë e tij dhe në fakt shtetësinë evropiane në këmbim të pagesave ose investimeve të paracaktuara, pasi kjo në thelb përbën zhndërimin e fitimit të shtetësisë në një transakcion të thjeshtë tregtar, tha gjykata. Duke krijuar dhe vënë në funksionim një skemë të institucionalizuar investimi në shtetësi, Malta ka dështuar të përmbush detyrimin e saj sipas traktateve të Bashkimit Evropian që sankcionojnë shtetësinë e BE-s, vendosi gjykata. Tani Malta do detyrohet të heqë skemën e shtetësisë për investim në formën e saj aktuale ose rrezikon një gjob. Qeveria malteze tha në një deklaratë se implikimet ligjore të këtij vendimi po studiohen në detaje në mënyrë që kuadri rregullator mbi shtetësinë të mund përshtatet me parimet e përcaktuara në vendim. Komisioni Evropian e mirëpriti vendimin e gjykatës. Komisioni e kishte referuar Maltën në gjykatën më të lartë të bllokut në vitin 2023 për skemën e saj, duke argumentuar se shitja e pasaportave të BE-s dëmtonte thelbin e shtetësisë së Unionit, e cila mbështetet në besimin e ndërsjellët midis shteteve anëtare. Skema malteze ka implikime për të gjithë bllokun, pasi njerëzit që fitojnë shtetësinë malteze gëzojnë të drejtën për të jetuar dhe punuar kudo në bllok, si dhe për të votuar në zgjedhjet e Bashkimit Evropian. Çipro dhe Bullgaria kanë hequr skemat e tyre të shtetësisë në këmbim të pagesës nën presionin e Brukselit, që ka argumentuar se skema të tilla paraqesin rreziqe për korrupsion, pastrim parash dhe evazion fiskal. Në vendimin e saj, gjykata tha se shtetësia ishte një nga shprehjet kryesore konkrete të solidaritetit që formon vetë bazën e procesit të integrimit, i cili është një pjesë integrale e identitetit të Bashkimit Evropian. Një shtet antar shpërfill haptazi kërkesën për një marrëdhënie kaq të veçantë solidariteti dhe mirëbesimi, kur krijon dhe zbaton një skemë naturalizimi bazuar në një procedurë transaksionale, tha gjykata. Malta e rishikoi skemën e saj në vitin 2020 dhe qeveria malteze thotë se ka shtrënguar kërkesat duke treguar kujdesin e dur për aplikantët. Gjithashtu Malta përjashtoi shtetasit rus dhe bielorus nga skema në vitin 2022 kur nisi pushtimi i Ukrainës. Personat që blenë një pasaport malteze duhet të bëjnë një investim të vetëm prej të paktën 600.000 eurosh, duke bler ose marrë me qira një pronë, duke dhuruar 10.000 euro për bamirësi dhe duke jetuar në vend për 3 vjet. Kërkesa për rezidencë mund të reduktohet në një vit të vetëm për personat që investojnë 750.000 euro. Por gjykata deklaroi se edhe me kontrollet përmirësuara të kujdesit të dur, skema përbën komercializimin e dhënies së shtetësisë malteze pas një procedure transaksionale. Një analizë e Financial Times zbuloi se 16 persona që morën pasaporta malteze ishin individë të ekspozuar politikisht ose më vonë u nënshtruan sanksioneve ose u dënuan për krime. Midis personave të identifikuar nga Financial Times ishin disa që kaluan vetëm disa ditë në Maltë gjatë vitit në të cilin u kërkoi të banonin ligjërisht atje përpara naturalizimit të tyre. Nuk mund të konsiderohet e mirëqen se qëndrimi aktual në atë territor që është Republika e Maltës si një kriter thelbësor për dhënien e shtetësisë atij shteti antar sipas asaj skeme, deklaroi gjykata. Vendimi mund të rrisë presionin mbi Maltën për të revokuar pasaportat e lëshuara sipas skemës, gjë që do të ishte një proces i gjatë dhe i ndërlikuar. Ajo që përbën vërtet interes është nëse shtetet të tjera brenda ose jashtë Bashkimit Evropian mund të vënë në pikpyetje shtetësinë e njerëzve që mbajnë pasaporta malteze ose qipriote mbi bazën se shtetësia nuk ka qenë kurrë e vlefshme, tha Simon Cox, një avokat i specializuar në ligjin e emigracionit të Bashkimit Evropian, duke u referuar si programit maltez ashtu edhe atij qipriot, i cili tani është fuqizuar. Cox shtoi se ndërsa ishte e pamundur që Malta të miratonte një politikë të përgjithshme për heqjen e të gjitha shtetësive të dhëna deri më tani, kjo mund të rriste mundësinë që ata të revokojnë pasaportat për individ caktuar për të shmangur konfliktin politik me shtetet e tjera. Sipas raportit të fundit të qeverisë, Malta kishte miratuar më shumë se 5300 aplikime për shtetësi deri në fund të vitit 2023. Në të paktën një rast, një pasaport e cila ishte dhënë milionerit rus Pavel Melnikov u revokua më vonë. Melnikov mori shtetësinë malteze në vitin 2015 dhe u dënua për mashtrim tatimor në Finland në shkurt të këtij viti.
Ai po apelon vendimin kundër dënimit dhe tha se do ta kundërshtojë revokimin e pasaportës malteze. Vendimi konfirmon se shtetet anëtare nuk mund ta zhndërojnë shtetësinë e Bashkimit Evropian në mall dhe të operojnë programet pamatura të pasaportave të arta, tha drejtoresha ekzekutive e Transparency International, Maira Martini. Rastet e panumërta kanë treguar se si këto skema u kanë dhënë strehë të sigurt aktorëve të korruptuar nga e gjithë bota dhe individëve të tjerë të dyshim në Bashkimin Evropian. Daniel Freund, një antar i Parlamentit Evropian nga Partia e Gjelbër, gjithashtu e mirëpriti vendimin. Pasaportat evropiane nuk janë në shitje, kriminalët, autokratët dhe terroristët nuk duhet të jenë në gjendje të blejnë një bilet për në Bashkimin Evropian, tha Freund. Është koha t'i japin fund pasaportave të arta në të gjithë Europën. Është turp që disa rus arritën t'i përdorin ato për ta anashkaluar sanksionet e Bashkimit Evropian, përfundoi ai.